أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala për mirësisë tina apo urtësisë tina ka bë që disa prej njerëzve me zell me qenë shoqërues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si shoqërues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka zgjedhur njerëz më të mirë. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon ana lajmëron neve që që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij se Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad. Në të vërtetë Allah ka shikuar në zemrat e gjithë robërve, gjithë njerëzve, gjithë robërve të tij, prej fillimit deri te njeriu të parë deri te njeriu i fundit. Fa wajada qalba Muhammedin khayra qulubi al-ibad. Edhe ka gjetë zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është zemra më e mirë për këtë njerëzve, për këtë robër të tij. Fastafahu li nafsihi. Prandaj Allah e përzgjedhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për veten e tij. Me ba të dërguar të fundit të Allah subhanahu wa ta'ala. Fabta'athahu bi risalatihi, edhe dërgoi me shpallën e tij. Pastaj çka vjen me Mesudi? Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah pasi që ka shikuar zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka përzgjedhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i fundit të tij, prapë ka shikuar zemrat e robërve të tij. Edhe ka gjetë se zemrat më të mira janë zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zemrat më të mira, mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mas pejgamberëve të tjerë, janë zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faj'alahum wuzara nabiyihi. Për këtë arsye thotë Allah i bani ata ministra, zëvendësa të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, cilët luftojnë për fen Allah subhanahu wa ta'ala. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Prandaj atë Ibn Mas'udi thotë atë që muslimanët të shohin të mirë, do muslimanët qëllimin e ka për shokët e pejgamberit. Atë vepër që ata e shohin të mirë, ajo është edhe te Allahu e mirë, e konsiderohet e mirë. Wa ma ra'awhu sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi. Kurse atë vepër që e shohin të keqe, ajo vepër edhe te Allahu subhanahu wa ta'ala është e keqe. Po Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu në këtë fjalë tina, po na tregon se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë përzgjedhur direkt për Allah subhanahu wa taala me qenë si përsërisë dhe shoqërues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo krejt ka qenë për mirësisë edhe urtësisë madhe që vetëm Allah subhanahu wa taala e din pse i ka zgjedhur këta njerëz si shoqërues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti krijon çka don, mirë po edhe zgjedh çka don. Ma kana lahumul khiyara. Njerëzit nuk kanë kufar ndikime, s'kan kufar zgjedhje, nuk ju takon zgjedhja aty. Vetëm Allah subhanahu wa taala është ai i cili zgjedh çka don. E zgjedh cili vend me kon më i miri, e zgjedh cilin person me kon më i miri që meriton me kon i dërguar i fundit, e zgjedh cil persona kanë me qenë më të mirë, janë më të mirë për kanë me qenë shoqërues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është më radh. Cili mu i ka me qenë më i vlefshëm, cila ditë ka me qenë më mira, por Allah subhanahu wa taala është ai i cili i zgjedh këto gjëra. Pastaj shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë lënë fjalë, kanë lënë mendime, kanë lënë këshilla, kanë lënë porosi, të cilat janë shkollë shumë e madhe, janë shkollë shumë e mirë. Në të cilën shkollë janë eduku gjenerata që kanë ardhur pas tyre. Janë eduku tabiin, gjenerata më sahabëve. I kanë ndëgju të thanjet sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë studiu edhe i kanë fut jetën e tyre, i kanë praktikuar jetën e tyre. Gjithashtu me këto fjalë janë eduku edhe gjenerata dietarët edhe njerëzit e mirë që kanë ardhur pas tabiinëve. I kanë marrë si derse, si mësime, si udhëzime për jetën e tyre, si me vepru, e si mu gjind, si me të i kalu sprovat, e si me falendru Allah subhanahu wa taala për të mirat
që Allah ja e pa tyre. Fjalët e sahabëve, mendimet e tyre, dietarët edhe njerëz të mirë, gjithmonë i kanë marrë si këshilla, si porosi dhe si mësime, mbi të cilat e kanë bazuar jetën e tyre. Nuk është di pse Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë këtë gradë, këtë shkallë kaq të madhe sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë qenë personat me njerëz, me cilët Allah subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur. Allah subhanahu wa taala, krijuesi i qiellit dhe tokës, na ka treguar në Kur'an që është i kënaqur me këta njerëz. Këta njerëz e kanë arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara. Allah ka qenë i kënaqur me besimtarët, me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu i drejtohet Allah subhanahu wa taala Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allah ka qenë me ata besimtar, ka qenë i kënaqur me ata besimtarë, cilët ta ka dhënë ty besën ose besatimin në tan. Kjo ka qenë ngjarja para se më shku marrëveshja e Hudejbijës. Allah subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur kur besimtarë, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja kanë dhënë besën që kanë me luftu deri te njeriu i fundit për me mbrojtë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe fen Islam e fen Allah subhanahu wa taala. Për këtyre sahabëve ka pas muhaxhira, ata që kanë bërë hijrat për hir të Allah subhanahu wa taala, kanë lënë Mekën, e kanë lënë pasuni shtëpitë e tyre, kanë bërë hijrat në Medinë. Për këtyre ka pas ansar, ndihmëtar, ata që kanë ndihmu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, fen Allah subhanahu wa taala. E kanë ndihmu në kohën kur gjitha parafiset. Gjithë njerëz kanë hequr dorë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Përveç një pakisë të vogël për muhaxhirëve, kur gjithë njerëzit e kanë kthy shpinën, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kanë qenë ansart, ata të cilët e kanë ndihmuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ata të cilët e kanë ndihmuar fen Allah subhanahu wa taala. Çfarë vlerë e madhe, çfarë dhënie e madhe, çfarë kontributi i madh. Në kohën kur gjithë njerëzimi ka qenë kundërshtar, armik i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, këta kanë dalë në gatshëm me mbrojt Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe fen Islam, fen Allah subhanahu wa taala. E kanë mbrojt me fjalët e tyre, e kanë mbrojt me veprat e tyre. E kanë mbrojt, e kanë ndihmuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me shpatat edhe shpirtat e tyre. Radiallahu anhum. Në dersën e kalum kemi marrë një prej muhaxhirëve, edhe kemi medituar, kemi studiu thanjet e tina. Ka qenë Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Sonte inshallah do të marrim thanjet, mendimet e njërit prej ansarëve. Çfarë këshilla dhe çfarë porosi ja kalon ai shokëve tina, nxënësave tina, edhe umetet neve se umat islam deri në ditën e Kiametit. E kjo është Abu Dardaja radiallahu anhu. Abu Dardaja, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë për ta? Në hadith i cili është mursal, mirë po me rrugë tjera bëhet hadith hasan, në hadith i mirë që pranohet, ka thonë hakimu hadhihi al-umma Abu Darda. I urti, i mençur i këtij umeti kush është? Abu Dardaja radiallahu anhu. Përveç që ka qenë personi cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka cilësu si i urti këtij umeti, Abu Dardaja ka qenë rob i mirë, rob i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe ka qenë zotëri për zotrive të atyre që kanë lexuar Kur'anin. Për atyre cilët e kanë mësuar Kur'anin përmesh, në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë pak. E prej tyre ka qenë Abu Dardaja radiallahu anhu. Abu Dardaja ka hyrë në Islam, dhe u bë musliman në ditën e Bedrit. Pastaj ka marrë pjesë në luftën e Uhudit, në gjitha luftat tjera, në gjitha betejat tjera që ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kundër armiqve të fesë. Në ditën e Uhudit, në betejën e Uhudit, kur e ka po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se si Abu Dardaja për lufton armiqt e fesë, armiqt e Islamit, mushrikët, lojtarët, edhe si po e mbron Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në ato momente kur gjithë tjerët kanë ikë prej fushbetejës. Kanë qenë të një pjesë e vogël, ata cilët janë mbledhur rreth Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë mbrojtur. E për gjyri ka qenë Abu Dardaja. Atë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ni'mal faris wa Uwaymir. Sa kalor si mirë, sa luftëtar i mirë është Uwaymir, Uwaymir është emri i Abu Dardas. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka lëvdru luftën e sakrificën e tij që e ka bërë për fenë Islamit, për fenë Allah subhanahu wa taala. Pra Abu Dardaja ka qenë shkollë në cilën ka pas urtësi të mëdha. Person i vetëm i ku ka qenë si shkollë, ka qenë si medresa.
e mbushur plot me urtësi dhe me dije. Hamdullah. Për këtë arsye Omar ibn al-Khattabi gjatë kohës të xhilafetit të tina, Abu Darda e ka bë gjykat Damaskut. Abu Darda radhiyallahu anhu ka vdek duke qenë në Damask. Për fjalët e Abu Dardas radhiyallahu anhu, Abu Darda ka lënë fjalë shumë, ka lënë mendime të shumta, ka lënë porosi këshilla shumta për umetin e tij. Abu Darda vazhdimisht i ka këshillu shokët e tina, nxënësat e tina. Vazhdimisht ju ka lënë fjalë, mendime që ata të ndikojnë për këtyre fjalëve. Mi po përveç fjalëve Abu Darda dhe me veprat e tina i ka këshilluar njerëz. Po me veprat e tina ka qenë shembull që tjerë më këshilluan dhe më marrë pësim se si me jetu muslimani jetën e tina në arrit në sinë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ai ka qenë këshillues me veprat, me fjalët dhe me veprat e tina. Pastaj ne si musliman e kem obligim. Ta obligim për neve si besimtar është që mi shishu çka kanë thonë sahabët shokët e pejgamberit sa. Çfarë mendime, çfarë këshilla na kanë lënë ata neve. Mi shishu këto këshilla, mi lexu, mi mësu përmendsh, mi studiu me meditor rreth tyre, edhe mi fut në praktikën, mi praktiku në jetën tonë. Kjo është obligim për çdo musliman. Për arsye se çdo përmirësim që ky umet don me arrit në të ardhmen e tina, nuk ka mundësi me arrit ndryshe përveç përmes rrugës të shokëve të pejgamberit sa. Ashtu që kanë kuptuar ata Islamin, ashtu do të më kuptuar. Nëse ne dojmë me arrit suksese, me qenë edhe një udhëheqës të kësaj bote, ashtu që kanë qenë muslimanë të parë, atë rruga vetëm është që Islami, Kur'ani dhe Sunetit kuptohen sipas kuptimit sahabëve, shokëve të pejgamberit. Ashtu që ka thonë Imam Aliku, alayhi salam, la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha. Illa bima salahat awwaluha. Nuk ka përmirëson fundin e këtij umeti përveç ajo që ka përmirësuar fillimin e tij. Unë ajo fe që ka përmirësuar shokët e pejgamberit sa ashtu që ka kuptuar ata, ajo fe, ai kuptimi i fes, como na përmirësuar neve, nëse dojmë të qenë ashtu që thon Allah subhanahu wa taala, ashtu që ka kërkon për neve Allah subhanahu wa taala në Kur'an, në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke i studiu, duke ja thonë njëri tjetrit fjalët e sahabëve, ne si musliman, kjo ndikon të ne që me pas ambicje të lartë, ambicje të fortë në kërkimin e hakut, kërkimin e të vërtetës. A në pas ambicje të lartë në veprimin e punëve të mira, në praktikimin e Islamit, mos me qenë neglizhant. Duke i studiuar, duke medituar rrethania dhe mendimeve të sahabëve, ato këshilla porosi që na i kalon neve, ne vazhdimisht jemi në shkollë, jemi në medrese. Edhe vazhdimisht marrim edukat se si ne me zbatu e me praktiku Islamin gjatë jetës tonë, si me jetësu Islamin ashtu që kërkon Allah subhanahu wa taala prej neve. Prandaj ai i cili ja ka kthy shpinën në kësaj shkolle, fjalëve dhe mendimeve të sahabëve, ai faktikisht jeton në ignorancë, edhe kur nuk ka më arrit me gjetë rrugën e drejtë, edhe rrugën e cila dërgon direkt te nësia Allah subhanahu wa taala. Pra Abu Dardaja, ashtu që ka përshkruar pejgamberi sa ka qenë person i cili ka pas urtësi shumë të mëdha, urtësi pashoqe, domethënë që nuk mund të më krahasu me asnjë njeri tjetër, me asnjë person tjetër të gjithë historisë njerëzimit. Për këtë arsye Umar radhiyallahu anhu, çaj ka thonë sahabëve shokëve tjerë, hadithuna anil aqilaini. Tregon anë neve, për cilën neve, çka ka thonë dy njerëz të mençur. Ata kanë pyet kush janë këta dy njerëz, ka thonë Muadhi, Abu Darda. Po Muadhi çka në hadithe tjera, ka qenë ai njeri më i dishëm rreth halallit edhe haramit. Për shokët e pejgamberit sa ka qenë njeri më i dishëm rreth meselave çështjeve të fikut,
halalet e haramit. Kurse Abu Dardaja, siç e cekëm hadithën e mashëm, ka qenë njeriu më i urtë i sahabëve dhe shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, të shishojmë se çfarë këshilla, të marrim disa prej këshillave të Abu Dardas që ja ka lënë shokëve tina, nxënësve tina dhe neve si ummet përgjithësi, me çka i ka këshilluar ummetin islam. Njërë që edhe ne të këshillohemi, e të marrim si më shumë që kanë marrë nxënësat e tina edhe shokët e tjerë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ummeti, tabient, edhe dietarët, njerëz të mirë, pas tina deri në ditën e sotme. Për porosive dhe këshillave të Abu Dardas ka qenë se ai u ka thonë një ditë nxënësve të tina, utlubul ilm, kërkoni dijen. Bëhuni për atyre që kërkojnë dijen. Fa in ajaztum, nëse nuk mundi me kanë për atyre që kërkojnë dije, fa ahibbu ahlehu, atër doni ata që e bartin këtë dije, doni dietarët. Fa illam tuhibbuhum fala tubghiduhum, nëse ju nuk i doni dietarët, atër bile mos i urreni ata. Alaykum salam. Kjo porosi e Abu Dardas është për gjithë ummetin, deri në ditën e Kiametit. Për arsye se gjëja më me vlerë, më e ndershme në Islam cila është dija. Nuk ka gjë më e vlerëshme te Allah subhanahu wa taala se sa dija për fenë e Allah subhanahu wa taala. Me pas dituri, me pas njohuri për Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është gjëja më e vlerëshme dhe më e mirë te Allah subhanahu wa taala. E cila është kjo dija? Pra dija për librin e Allah subhanahu wa taala, për Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për rrugën e sahabeve. Kjo është dija më e vlerëshme dhe më e mirë te Allah subhanahu wa taala. Pse kështu? Pse me çfarë ku e morëm në argumentin që gjëja më e vlerëshme te Allah subhanahu wa taala është dija, për arsye se Allah nuk e ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për gjithë ato të mira që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri që ka pas më shumë të mira për Allah subhanahu wa taala, Allah e ka urdhëruar që më ashtu për këtyre të mira veç për nisa. Ajo është për dija. Wa qur rabbi zidni ilma. Fa thuaj Zoti im, shto ma dijen. Ma kjo tregon se gjëja më e vlerëshme te Allah subhanahu wa taala, më e ngritur, më e lartë te Allah subhanahu wa taala është dija për fenë Allah subhanahu wa taala. Me pas njohuri, me pas dituri për fenë e Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu dietarët, ata që kanë dije, që posedojnë dije, janë më ngritur, njerëzit muslimanë më ngritur te Allah subhanahu wa taala. Ai sa ke dija që kemë qenë ngritur te Allah subhanahu wa taala. Nëse pajisësh më shumë me dije, kemë ngritur më shumë te Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala shka thot, yarfa ilahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah ka më ngrit besimtarët, përgjithësi si besimtar, Allah ka më ngrit, ka më lartësu për mbi gjithë krijesat tjera, për mbi gjithë njerëz tjerë. Por pa ata që kanë dije, ka më ngritur në shkallë, në grada dhe më të larta, se sa besimtarët tjerë. Pra Abu Dardaja po na këshillon neve, po thot kërkoni dije. Fa ina gjeztum, nëse nuk mundi me kërku dije, por arsye se nuk janë gjithë njerëz njësoj, Allah nuk ja ka dhënë këtë mirë gjithë muslimanëve, disa prej tyre. Ja ka dhënë këtë mirë me kampi kërkuesve dijes. A ka dhënë nëse nuk mundi me kërku dije, atë çka më vepru? Fa ahibbu ahlehu. Doni ata cilët e kanë këtë dije, ata cilët e posedojnë këtë dije. Mi dash dietarët. Kështu po na këshillon Abu Dardaja. Por arsye se dashuria ndaj dietarëve çka sjell, çfarë rezultati ka? Dashuria ndaj dietarëve bën që ai i cili i don dietarët vazhdimisht me qenë lidhur me ta. Vazhdimisht mi pyet ata. Me uzu me thanjet dhe veprat e tyre. Kurse thanjet dhe veprat e dietarëve janë bazuar në dijen, në Kur'an dhe në Sunet. Por nëse ti uzosh në thanjet dhe veprat e dietarëve, ja uzu në Kur'an dhe në Sunet. Nëse ti e bazon fen tonë në thanjet dhe veprat e dietarëve, atëherë ke bazu fen tonë Kur'an dhe në Sunet. Prandaj Abu Dardaja po na thotë, nëse nuk keni prej atyre që keni mundësi me kërku dije, atëherë doni pasus ata posedues të dijes. Doni ata cilët kanë dije, ata cilët kërkojnë dije.
Mirë, ndodh dikush nuk mundet me dash dietar në këtë shkallë kaq të lartë. Me kanë dëshiria e tij më e madhe, mos Allah subhanahu wa taala, mos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë atyre që e trashëgojnë. Ata cilët janë trashëgues Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata janë dietar. Dikush mundet me arrit këtë gradë, këtë shkallë. Nuk mundet me dash dietar me zemrën e tij. Mirë, çka thot Abu Dardaja, nëse nuk mundet me dash, bila mos e urrejni ata. Nëse nuk mundet me dash dietar, fala tubghiduhum, mos e urrejni ata. Për arsye se ti nëse urrejnë dietar, i ke urrejt njerëz më dashur te Allah subhanahu wa taala. Njerëz janë më zgjedhur te Allah subhanahu wa taala. Po njerëz më dashur te Allah kush janë? Janë ata që kanë frikë më shumë te Allah subhanahu wa taala. Po janë ata që kanë më shumë te dije. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Po do të frikson Allahut ashtu siç duhet. Me frikën më të madhe kush? Dietarët. Hasan al-Basri rahimahullah ka thënë: "Inma al-ilmu khashya." Dia çka është? Është me pas frikë Allah subhanahu wa taala. Sa më shumë se ti po isësh me dia, më shumë ke pas frikë Allah subhanahu wa taala. Prandaj ti nëse i urren dietar, i ka urrejt njerëz që më shumë të kanë frikë Allah subhanahu wa taala. I ka urrejt njerëz që janë trashëgues drejt për drejt pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna al-ulama warathatul anbiya. Çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Me vërtet, dietarët janë trashëgues pejgamberëve. Wa inna al-anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman. Kurse pejgamberët pas nuk kanë skalon si trashëgimi ty në as dinar as dirham, skalon pasuni. Wa inna ma warathu al-ilm. Kurse çka kalon trashëgimi dijen. On pejgamberët këto kanë lënë neve si trashëgimi dijen për Allah subhanahu wa taala, për librin e tij, për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Ai cili e merr këtë dije, apo në kërkon këtë dije, që na kalon të shëkim pejgamber, thotë ai ka marrë një hise shumë të madhe, po ka marrë një dije shumë të madhe, një hise shumë të madhe të kënaqësisë Allah subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu wa taala neve si besimtar na ka urdhëruar që me dash njëri tjetrin. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Besimtarët edhe besimtarët janë miq njëri tjetrit. Ana si besimtarë kemi obligim me dash njëri tjetrin. Çfarë do të thonë miq njëri tjetrit? Me dash njëri tjetrin, me ndihmu njëri tjetrin. Mos më lën balt kur vëllait ka nevojë për ti. Kjo është me kon mik i tina. E ata më parsorët që meritojnë më dasht, pra janë dietarët. Për këtë besimtarëve, ata që meritojnë më shumë dashurinë tonë janë dietarët. Ata të cilët na sqarojnë neve fen Allah subhanahu wa taala. Edhe na ndryshojnë rrugën tonë, edhe rrugën e adhurimit tonë, qysh me arrit sa më mirë dhe sa më lehtë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, Abu Darda ka thënë mos i urreni dietarët. Për arsye se tani se urrejnë dietarët, atëherë ke bënë gjuna, ke bënë krim. Ke bënë krim vetë sonë gjuna. Kemë katu. Unë me urrejt dietarët është gjuna, për gjuna të maja në Islam. Qysh urrejnë dietarët? Mi shoh, mi ofendu, mi akuzu. Edhe nëse kanë bënë ai gabim, po ashtu se dietarët nuk kanë ballafushin, nuk kanë përsosur. Po edhe nëse kanë bënë ai gabim, mos më u përhap atë gabim. Nëse u përhap, edhe vazhdimisht i ofendon nderin e tyre, edhe vlerën e tyre, ata njerëz çka ndodh largon prej dietarëve. A ka gjuna më shumë se sa më të madh se sa temi largu njerëz prej dietarëve. Se sa njerëz më marr fen për të kërkuar jo prej dietarëve, që janë dietarë të rishot. Nëse musliman nuk e marrë fen e tyre prej dietarëve, të maj dietarëve të mirëfillt, dietarë që meritojnë, mirë thonë dietarët të piku kanë Allah. Pra nëse të i urrejnë dietarët ose flet për ta, ose flet kundër tyre, i akuzon e shon, atëri ke largu njerëz për dietarë. Unë nuk ka gjëna më të madh se sa kjo gjëna. Unë ke largu njerëz që mos e kuptu fen Allah subhanahu wa taala ashtu që çdo. Pra Abu Darda ne vazhdimisht po na këshillon,
apo na thotë se mos më urrej dietar. Nëse nuk mundesh me dash, bile mos urrej. Mos fal kundër tyre. Por është kjo domethënë ti kur nuk i urren dietar, atë në zemrën tonë vendoset respekti dhe madhrimi i dietar. Zemrën tonë vendoset respekti dhe dashuria ndaj kujt? Ndaj njerëzve të cilët gjokësat e tyre janë mbushur me librin e Allahut subhanahu wa taala dhe me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këshilla e tjera të Abu Dardas është që një ditë Abu Darda duke i këshilluar, duke i mësuar nxënësve të tina, ju ka thonë inni la amurukum bil khair. Unë vazhdimisht juve po ju urdhëroj me khair, me të mira, me vepra të mira. Wa ma kullu ma amartukum bihi fa'altuhu. I do thotë nuk është që për çdo gjë që ju urdhëroj juve për çdo të mirë, unë nuk është që edhe unë veproj të mirë. Kështu po e thotë Abu Dardaja, kështu nxënësve tina. Walakin inni la arju al-ajra fi amrikum. Dhe po thotë unë shpresoj që Allah subhanahu wa taala ka mundësi shpërblim këto këshilla të urdhërat që unë po ja urdhëroj juve. Unë po ju urdhëroj punë të mira, por nuk do të thonë që çdo punë të mirë që po ju urdhëroj unë juve, që unë më veproj ato. Domthon këto është një urtësi shumë e madhe që nxjerrëm për kësaj fjale të Abu Dardas. Nuk kuptohet për fjalës të Abu Dardas që ai ka urdhëruar shokët e vet nxënësat e tina me vepra të mira, me sunete, me vepra të cilat janë i pëlqen Allah subhanahu wa taala, pastaj vetë mos mi praktikohet. Nuk kuptohet kështu për fjalës të Abu Dardas. Apo më kuptohet më keq, që ai më urdhëron me diçka të mirë, këna me vepru të kundërta. Me vepru diçka që është gjëna. Me po Abu Darda po dorë më tregon nxënësve tina, edhe ne pas tira, si musliman, si umet islam, që ti je urdhënuar, me urdhënu për të mirë, edhe me praktikuj këtë mirë. Mirë po nëse nuk mundesh me praktikuj këtë mirë, atër mos e le urdhënimin për të mirë. Nësa për njerëzve kanë kesh kuptu këta. Nuk e ka kuptu, ashtu që shdo të fenë Allah, që ja, fenë Allah subhanahu wa taala, që ka thonë, unë të bëj një gjënatër, nuk mëj me thonë tjerëve, me urdhënu për të mirë, ose me ndalu e tjetë për këti gjënari. Pse unë e përbëj ato? Abu Darda po thotë, urtësia që nxjerrët për këshillës të Abu Dardas, për kësaj porositë e tina është, që ti je obliguar me urdhënu për të mirë, edhe me praktikuar këtë mirë. Mirë po nëse nuk mundesh me praktikuar, mos e lë urdhënimin për të mirë. Pra ashtu se këtu i ke dy obligime. Urdhënimin për të mirë, edhe praktikimin e kësaj të mire, kësaj vepre të mirë. Nëse nuk mundesh me praktikuar këtë të mirë, atëherë bile mos e lë njërin obligim. Nëse e lën urdhënimin për të mirë, atëherë i ke lënë dy obligimet që janë ndaj teje. Kështu që ti e ke obligim me urdhënu për të mirë, edhe me praktikuar. Nëse nuk mundesh, atëherë bile mos e lë obligimin tjetër, urdhënimin për të mirë. Ti je obliguar me ndalu për të keqes. Nëse vetë nuk ndalohesh, atëherë mos e lë urdhën tjetër, dhe unë obligimin tjetër, ndalimit për të keqes. Kjo është urtësia që nxjerrët për kësaj fjale të Abu Dardas. E njëjta ka edhe për Imam Alikut, rahimahullah, i cili ka thënë: "Ma kullu ma na'murukum bihi naf'alu." Na nuk e veprojnë çdo sen me cilën ne po ju urdhërojmë juve, domethënë nxënësve tjerë. "Walau tarakna al-amra li ajli 'adam al-fil ma amarnakum illa bil qalil." Sa nëse ne e kishim lëmë urdhënimet për të mirë, domethënë nuk e kishim urdhënuar juve për të mira, vetëm atë që e veprojnë ana, atë urdhënimin për të mirë kishin shumë i pakt. Kjo kuptohet edhe për kësaj fjalë të Imam Malikut që ti, edhe pse nuk e praktikon në vepër të mirë, atëherë vazhdo me urdhënu tjetër për të mirë. Pra Abu Darda po thotë që na edhe pse po urdhënojmë për të mirë, nuk do të thonë që ne çdo të mirë që urdhënojmë e praktikojmë edhe ne. Pra kjo është sa i përket atyre që kanë dije. Ata që kanë dije, ata që kanë njohuri për dispozitat, ligjet e Allah subhanahu wa taala, që janë dietarët, ata të mirat i vendosin shkollë. Ajo që është më parsore, ajo që është më pak parsore kështu më radh. Prandaj Abu Darda po thotë që unë ju urdhëj juve për të mira, mi po zonë thonë që unë mi praktikuj çdo të mirë që ju urdhëj në juve. Për arsye se çka unë jam i angazhuar me diçka tjetër që është më e rëndësishme dhe më parsore se kjo. Për shembull kërkimi i dijes.
për dietarin ose për nxënësin e dijes kërkimi i dijes është obligim. Prandaj nuk bën me lënë këtë obligim me praktiku një prej suneteve të pejgamberit. Pra si se obligimi është më parsor, më primar se sa suneti. Kështu bëhet Abu Dardaja. Unë ju urdhëj juve për të mira, unë kam prioritete të tjera. Ai kam të sene që janë për mua më primare se sa për juve. Po jo, si nxënës të mirë ose si umat islam, praktikoni çdo të mirë që urdhënoj unë me ata. Për çdo vepër të mirë. Që unë ju udhëzoj, ju praktikoni ato. Mirë po unë, do të thonë që gjithë me praktikon. Përse? Se unë kam gjëra të tjera që janë më primare. Për shembull kërkimi i dijes. Në po momentin kur është i lirë, kur gjen kohë të lirë, dietarët, domthonë edhe sahabët dhe dietarët ata shpejtojnë dhe bojnë vepra të mira. Që dhe thëtë Allah subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa idha faragta fansab. Kur je i lirë, atëherë drejto bë vepra të mira. Domthonë atë mundin tonë ço aty ku ka vepra të mira, në obligime edhe në sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në sunetet të cilat është i kënaqur Allah subhanahu. Wa ila rabbika farghab, edhe vetëm të Zotit shpreso. Dietar shtu vepron. Veprat e mira i vendosin në tokë, domthonë shkollë, grant, në fazë. Ajo që është më e rëndësishme e praktikon. Mi po veprat mira vazhdimisht urdhnojnë. Kështu që, domthonë do të më kuptu mirë çka ka dashur më thonë Abu Dardaja në këtë këshillë me këtë porosi tjetër. Për i veprave të i porosive tjera, këshillave tjera të Abu Dardas, radiallahu anhu ka qenë që ai ka thonë në ditë nxënësve të tina, ista'idhu billahi min khushu'i nifaq. Kërkoni mbrojtje prej Allahut. Kërkoni prej Allahut që t'ju mbrojë juve prej për uljes nifakut, dyftësisë. Edhe kam pyetur për Dardan, "Walla khushu'u nifaq ya Abu Darda?" E çka është për ulja? Për ulja ndaj Allahut, mirë po që është në nifakut, që është e dyftësisë. Ka thonë, "An yara al-jasadu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'." Që trupi yt më bëhet që është i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, mirë po zemra jote mos e kon e përulur ndaj Allahut. Kjo është përulja e dyftësisë. Pa Abu Dardaja po thotë që kërkoni ju për Allah që t'ju mbrojë për kësaj përulje. Kjo përulje e rreshme. Që trupi yt, nëse dikush çon namaz duke u fal, apo na mashallah ish njeri përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Asnjë vizë s'po bën namaz. Mirë po zemra jote nuk është e përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu ka thënë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuslabu min hadhihi al-umma al-khushu'." Gjëja e parë që largohet prej këtij ummeti është përulja, përulja me zemër. Nuk kanë qenë për ullën në namazën e tyre, ashtu që e lyp Allah subhanahu wa taala. Prandaj ne vazhdimisht shohim që njerëz falen nëpër xhamia, ndoshta në pamjen e jashtme na duken që janë për ullën, mirë po zemrat e tyre shumë pak janë të për ullën ndaj Allah subhanahu wa taala. Pra po të dojë për në këshillon neve, po na thotë që nëse ti e gjen veten tonë në këtë gjendje, që te i përullur namaz me trupin tonë, mirë po zemra jote nuk është e përullur, atër kërko prej Allah subhanahu wa taala që të mbrojë prej kësaj gjendje. Mbështeto te Allah subhanahu wa taala. Kërko strehim te Allah subhanahu wa taala. Lutë Allah subhanahu wa taala që të shpëtoj prej kësaj gjendje të keqe. Lutë Allah subhanahu wa taala që ashtu që është avon trupin e përullur me ta bëllë zemrën tonë përullur ndaj Allah subhanahu wa taala. Po çka është përullja? Namaz që zemra jote me qenë e thyrë, do më shpirti jote me qenë e thyrë. Zemra jote e shpirti jote me koni përullin dhe Allah subhanahu wa taala. Me konsidru vetën shumë të vogël kur i dërtosh Allah subhanahu wa taala. Shumë i përullin, shumë i nënçmum kur del para Allah subhanahu wa taala namazën tonë. Kjo është el khushu, përullja në namaz. Mirë po nëse nuk e gjenë vetën tonë ashtu, atëherë po dërdoj më thotë kërko për Allah subhanahu wa taala që më të mbrojt për kësaj gjendje dhe më të shpëtu për kësaj gjendje të keqe. Pra mos e lejo vetën tonë, mos e lejo shpirtin tonë që më dorëzu. Mos e lejo shpirtin tonë që më ka një kënaqur në këtë gjendje. E po momentin e parë që është që
zemra jote nuk është e përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, kërko mbrojtje prej Allahut që të shpëton prej kësaj gjëre të zot në rrugën e drejtë, për uljen ashtu siç e don Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e gjejmë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabët ka qenë njerëz më të ulur namazin e tyre. Kanë bërë adhurime, kanë bërë namazet shumë të mirë, por kanë qenë më të përulur. Nëse shikojmë gjenerata që kanë ardhur mas sahabëve, e shohim se ata, e gjejmë se ata kanë bërë ibadet më shumë se sahabët. Në pozanat e tyre nuk ka qenë për ulën atë që ka qenë për ulën zemrat e sahabëve. Për këtë arsye kur i kanë thënë Hasan al-Basriut rahimahullah, ne gjejmë se tabiint gjenerata pas sahabëve po bojnë ibadet më shumë se sahabët. Po na falin namaz nafile më shumë. Po agjerojnë namaz po agjerojnë nafile më shumë se sahabët. Pse më kanë sahabët më ngritur te Allah subhanahu wa taala se sa to gjenerata të mëdha. Çfarë thon Hasan al-Basri rahimahullah, se ka qenë për dietarë të tabiinëve. Kanë sahabatu تعبدوا وقلوبهم وفي قلوبهم الآخرة. فالصحابة كل كانوا ذو الله سبحانه وتعالى پاشtë shka ka qenë namaz apo agjerim apo shka të tjetër, thëtë në zemrat e tyre ka qenë ahiret, bota tjetër. Kanë kërkum knaqësinë Allah subhanahu wa taala. Wa haulai idha ta'abbadu fi qulubihim ad-dunya. Dhe po këta thot kur të adhurojnë Allah subhanahu wa taala në zemrat e tyre është dunja. Wa shaytana baina hadha wa baina hadha. Prandaj ka dallim shumë të madh mes sahabëve dhe mes tyre njerëzve. Por këtë arsye sahabët, ashtu që shkruar për disa dietarë të mëdhenj, nuk na kanë kaluar neve me shumë namaz dhe me shumë agjerim. Nuk më atë knaqësinë Allah subhanahu wa taala, gradat shkollë të larta në xhenet i kanë arrit me sinqeritetin e tyre. Që zemrat e tyre kanë qenë sinqerta vetëm për Allah subhanahu wa taala. Zemrat e tyre kanë qenë ahireti, jo dunjaja. Në këtë na kanë kaluar sahabët, ajo kanë kaluar gjithë muslimanët deri në ditën e Kiametit, edhe muslimanët që kanë qenë para tyre përveç pejgamberëve, përveç të dërguarve të Allahut. Alayhimus salatu wassalam. Për porosive këshilla të tjera të Abu Dardas që na i ka lënë neve si ummet islam, është që një ditë Abu Dardaja ka kalu afër disa njerëzve. Edhe ata njerëz i ka po që po e shohin, po e ofendojnë njanin i cili e ka bo një gjuna. Pra kanë ditë që e ka bo atë gjuna, edhe e ka fillu me shoh dhe me ofendu. Mi thonë fjallë të kësia. Me azbulu gjunohin edhe me i thonë tjere që çfarë gjunojt të madhë ka bo kjo. Që e ka thonë e bërdedaje këtyne? Çfarë kësile të mirja ka lënë e bërdedaje këtyne? Pra bërdedaje cili ka qenë me ndjeprat, i cili ka qenë i urtë, i cili e ka ditë i laqin, bare. Atë qërimin, qysh me vepru me ata njerëz, cilët janë largu prej ahiretit. Edhe ju dhanë mësoj dunjaja. Cilë është i laqin për ata njerëz, cilët janë dhanë mas gjunahave. Cilë është i laqin për ata njerëz, cilët i kanë zemrat e tyre smuta. S'ka arrit akoma i pasur zemrat e tyre me Koran edhe me Sunet. Mirë po janë dhanë mas gjunahave. Ata çfarë thonë Abu Darda, ara'aytum in wajadtumuhu fi qa'i qalibin hal antum hal takunu mukhrijihi minha? Fat ju thot atyne, a keni posë kur të keni po këtë vrane ju që është në fund në pusin i punari, a kështë të lorë me vdek atyre apo kështë të kështu edhe kështë nëzirë për atyre për atyre. Pasaj që ka dhe thot, fas'alu Allah al-afia, fahmadu Allah ala al-afia, wala tasubbu akhakum. Andaj thot, falenderoni Allah subhanahu wa taala që ju ka pështu juve për këty gjunaj, e mos e shani, mos e ofendoni vllahun e juve. Pra Abu Darda po na mëson neve si me vepru ne kur e dim që një vllai joni ka bënë gjuna. Thot vepro me to sikurse e gjen Allah tonë që ka ronë në fund pusit, në fund bunarit, edhe shpëto prej asaj gjendje tonë. Mos e lë me vdekat. E njëjtë është
nëse te është një vllatonin i cili e ka bën një gjëna. Mos fillo pastaj ti më thon atina pse ke ra, ose më thon domosdoshmë ajo shembulli që ka marrë Abu Dardaja, më thon pse ke ra pos. Pse nuk ishe i kujdesshëm. Po një do të më vepru edhe me vllain i cili bën gjëna. Mos më thon pse e bën këtë gjëna. Pse nuk u kujdese. Don me ofendu, me shoh, me akuzu. Për arsye se ai ka ra në kurthën e shejtanit. Po shejtani vazhdimisht e gjahton njeriu. Edhe i vendos kurtha. Edhe patjetër kemë rënë ditë në kurthën e shejtanit. Kemë bënë gjëna. Për këtë arsye edhe ti në të ardhmen kemë bënë gjëna, sigurisht se vllajt. Për këtë arsye mos e shoj ato, mos e ofendo. Mirë po, bë diçka që më shpëtu vllain ton prej atij gjënave. Këshillo. Ja vjen një këshill të mirë. Për kujto me Allah, për Allah subhanallahu. Për kujto me xhenet, me xhenem. Frikso. Çaj të largohet prej atij gjënave. Mirë po, mos fillo me shoh me ofendu ose edhe më keqja, mos fillo me ja përhap atë gjënat e tjerë. Mos ja përhap atë gjënat e tjerë. Për arsye se ti nëse ja përhap atë gjënat e tjerë, të Allah subhanahu wa taala ka me të përhap të metat edhe gabimet tua të njerëzit. Ashtu shka në hadithet të pejgamberit sa thonë që kur Allah ty ti përhap të metat edhe të këqija të njerëz, tek njerëz të tjerë, atë thotë Allah e poshtron njerin edhe nëse është brenda shpinën e vet nuk del kur. Po nuk del më përzim me njerëz të tjerë edhe me bën gjëna mirë, po Allah subhanahu wa taala kur don që njëri me poshtru për shkak se ai ja ka përhap të metat edhe gabimin e Allahut vet, e poshtron edhe brenda shpinën e tij. Pra kjo këshill Abu Dardas, kjo porosi Abu Dardas është të porosive më të mëdha e tina, që na ka lënë neve. Për këshilla më të mëdha, dhe më të shtore. Po nëse është një vëlla që ka bënë gjëna në mëkat, atë gjeja një arsye. Ndoshta ka pas arsye pse ka rënë gjëna. Mirë, mos e akuzo, mos e shoj, mos e ofendo, mos e përhap. Për arsye se ti nëse fillon me përhap çështë shohim ne që ndodhet vllaznia jon, që kur të shohin gjënat e tjerëve, vazhdimisht i përhapin, filani ka bëu kështu, filani ka bëu kështu, fillojnë me shoh, fillojnë me ofendu, fillojnë me përçesh me ta. Mirë, Abu Darda po na këshilloi që mos më vepru kështu. Gjeja një arsye. Arsye to. Edhe nëse i pyet ata çka ke bëu ti që më largu këta që ka bëu këto gjëna, vllaznia musliman, çka ke bëu që më largu pikë këtyre gjënave, mos më vepru ato që s'kan bëu. Atë problemi edhe keqja është e ti, që s'ke ndërmarrë diçka që ata vllazni, ata musliman që ka rënë viktim e shejtanit, i shpëtu për i kësaj puthë e shejtanit. Ti ai i cili ke bëu keq. Për arsye në Islam është ndaluar me shoh gjunaqare. Me mallku ose me shoh gjunaqare në Islam është ndaluar. Por ti si musliman do të më shpejtu që atë vëlla musliman i cili ka bëu gjuna, me këshillu dhe me largu prej atij gjuna. A nëse ndodhe kundër ta, fol kundër ti na ofendon ose ja prap gjunat, atë ti e bën mjet për mjeteve të shejtanit. Kush e bën mjet për mjeteve të shejtanit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum." Kush atë janë shkatruar njerëz, ai është më i shkatruar me tyre. Për arsye se ti me këtë fjalë, me këtë qendrim që ke, me këtë fjalë që për hap të tjerë, ja bësh shkak se edhe tjetër më shkatruar. Pse kështu? Për arsye se ti kur fillon me thonë që filoni ka bëu këtë gjëna, filoni ka bëu këtë gjëna, filoni ka bëu këtë gjëna. Atëherë ai i cili në zemrën tina nuk ka iman. Tamam, iman që çdo të me pas, imani tina është i dobët. Ai mendon se të mirat ko kanë shkatruar. Njerëz të mirë mos pas kanë këtë dunjë njerëz të mirë. Pas kanë me vetë gjunaqar. Ahad mos i pas ka vetë gjunaqar, ko ka përhapë keqja, atëherë unë po bëj gjuna. Pra nëse të fillon me përhap tjerë të mjetat, kja bo mjet për mjetëve të shejtanit. Edhe keqen ashtu që është ka përshku pejgamberi sa thonë, keqen më i shkatruar i tyne. Për këtë pejgamberi sa thonë ka thonë, që ti nëse flet, çka do që ndëgjojsh e përhap të tjerë, ai të lidhë për kështu thotë, fa huwa ahadul kadhibain aw ahadul kadhibin. Ai është njëri prej rrencave, prej gënjeshtarëve. Nëse ti flet edhe përhap çdo fan që ndëgjon, çdo gjë që ndëgjon, ti ke mësinë janë pikë kënjeshtarë. Për këtë arsye ne si musliman do të më pa vetëm të mirat janë. Nëse nishin një vëlla ka bënë të mirë për hapet këtyre. I po jon prezencë tina, për hapet të tjerë. Mashallah filani po agjeron nafile, mashallah filani po fal namaz natës, mashallah filani po mëson Kur'an. Që tjetë kur të shohin që e mira u përhap edhe tjetë pe kalojnë me vepra të mira, nxjisë veten
Edhe kjo ndikon te ta që ata me bëjnë këto vepra të mira. Mos më apalu tjerë në vepra të mira. Edhe mos më kanë tjerë më të mirë te Allah subhanahu wa taala. Jo po nëse ti thu që filani po bën këtë gjëna, filani po bën këtë gjëna, filani po bën këtë gjëna, atëra i cili nuk ka mendje që ndosh ose s'ka iman të fortë, imani i tij na i dob thot e mirë, e kjo është apo sa ujt mirës. Pse mos më ballon pe aty që bën këto gjëna dhe më kënaqsh me këto gjëna, sipas pretendimit aty. Po Allah më shëroft edhe qoftë i gnashëm me Abu Dardan që na kalon këto këshilla kaq të mira edhe na ka këshilluar si me vepruna në raport me Allah subhanahu wa taala dhe në raport me muslimanët edhe njerëzit e tjerë. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.